Pas haratisjes një ditë më parë nga Spitali Rajonal i Durrësit, të burgosurit Ajti Ndoci, një tjetër incident të shënuar në burgun e sigurisë së lartë të Burrelit. Sipas informacionit që na dërgon gazetari ynë Enver Doçi, bëhet fjalë për një audio regjistrimi një prej të dënuarve që vuajnë dënimin në këtë burg. Në profilin e Instagramit të dënuarit Fatmir Pjetri, i dënuar si pjesë e bandës së babagjyshve, është publikuar një audio regjistrim në të cilin ai hedh akuza ndaj drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Në audio regjistrim Pjetri thekson se po diskriminohet për sa i përket librit që ka shkruar. Sipas tij, drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk e ka lejuar të promovojë librin Jetë e guximshme, pasi përmban akte dhunë. Është një nga ditët më të lumtura të jetës time, pasi arrita të sjell në dritë romanin tim të parë. Kisha programuar të bëj prezantimin e librit tek bashkëvuajtjet e mi, por drejtoria e përgjithshme e burgjeve e anulloi këtë event, në arsyetimin se libri promovon dhunën, ka skena erotike, flet kundër institucioneve qeveritare. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve e paragjykoi librin tim vetëm nga kopertina, as që e morën mundimin ta lexojnë. Shkrimi është gjëja më e bukur që ka shpikur njerëzimi. Në anë të shkrimit shprehim dashurinë, dhimbjen, mërzinë. Sado që të vendosim pengesa në rrugën time, unë do të vazhdoj të eci përpara. Burgu ma mori lirinë, muret ma shuan dritën, por për asnjë moment nuk heshta. Fjalët e mia kanë forcën të arratisën nga ky burg dhe të shkojnë në veshët e secilit prej jush. Romani im është thjesht një libër, një tregim. Nuk është armë që rrezikon sigurinë publike. Mos e gjykoni këtë roman nga kopertina, sepse nuk e bën petku priftin, por njeriu që është brenda atij petku. Vetëm pak minuta pas publikimit të audio regjistrimit në rrjetin social Instagram, që mban emrin e Fatmir Pjetrit, drejtoria e burgut të sigurisë së lartë në Burrel ka urdhëruar një kontroll të imtësishëm të qelisë ku qëndroni dënuari Pjetri. Pritet që në orët në vijim të ketë një informacion në lidhje me rezultatet e kontrollit të ushtruar, pasi dyshohet se regjistrimi i audios të jetë bërë brenda qelisë me aparat celular.